Çfarë do të thotë? Mirë, do të flasim më gjërësisht për ftesat që presidenti Amerikan Trump ka bërë për qenë pjesë e bordit të paqes për Gazën. Së fundmi, një ftesë i ka ardhur edhe presidentes Kosovës Vjosa Osmani. Do të flasim për këtë, por edhe për çështje tjera. Me mua në studio është bashkuar kolegu nga Kosova, Vudi Gjumshiti. Vudi, të përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar. Një ftesë nga presidenti Amerikan për bordin e paqes i drejtohet presidentes Vjosa Osmani dhe jo kryeministrit Albin Kurti. Është protokoll, konjunktur, apo duhet parë thjesht si një ftesë që i vjen Kosovës? Sigurisht që përballë politikave të jashtme dhe marrëdhënieve me jashtë të Republikës Kosovës, adresimi duhet të bëhet presidentes së Republikës, duke qenë se shefi i shtetit, përballë marrëdhënieve ndërkombëtare. Në një mënyrë, presidentja e Republikës Kosovës është gjithashtu në një pozitë më të lartë se vetë ministri i punëve të jashtme në këtë rast. Kështu që protokolli e do në atë mënyrë, prandaj edhe ka ndodhur ashtu siç ka ndodhur. Ndërkohë që ka argumente të tilla se çka do të thënë kjo. Kjo është qartësisht një vazhdimsi e marrëdhënieve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Republikës Kosovës dhe gjithashtu rikonfirmim i vazhdueshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Republikës Kosovës se janë garantor i ekzistencës së shtetit, i sigurisë, paqes në rajon dhe gjithashtu mbështetjes së Republikës Kosovës në aspiratat e saj për të njohur ndërkombëtarisht nga të gjitha vendet globale. E qartë, ndërkohë Vudi ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama përse përket ftesës që ka marrë zonja Osmani, duke e uruar, thotë se ky është një gest që ka lidhje me respektin edhe personal ndaj zonjës Osmani, si dhe për rolin e saj ndërkombëtarisht. Si e shihni ju qasjen e kryeministrit Rama? Edhe pse një reagim miqësor është gjithmonë i mirëseardhur në marrëdhëniet Kosovë-Shqipni. Mirë po është një shprehje popullore në Kosovë që thuhet kur e ka mizën mas veshit. Rama është duke reaguar, duke qenë se ka mizën mas veshit, sepse është njeriu katalizatori kryesor në rajonin e Ballkanit Perëndimor që vazhdimisht me politikat e tij agresive kundër Republikës Kosovës dhe favorizuese për Beogradin zyrtar të bashkërënduar me Moskën, ka qenë mbështetësi këtyre politikave kundër interesit të Republikës Kosovës. Rama ka qenë katalizatori kryesor i kërcënimit të paqes që presidenti Trump ka arritur ta garantojë ndërmjet Kosovës e Serbisë, duke i thënë qartë Serbisë që nuk mund ta sulmosh Kosovën. Kjo pasi që Serbia ishte përpjekur ta merrte territorin e veriut të Kosovës në një proces që ish presidenti Thaçi bashkë me kryeministrin Rama ishin përpjekur vullnetshëm t'ia jepnin Serbisë thesarin e Republikës Kosovës në vitin 2020, me që rast ra pushteti i presidentit Thaçi dhe filloi një ndryshim i strukturave politike në rajonin e Ballkanit Perëndimor, përkatësisht në Republikën e Kosovës, dhe me të rënë nga pushteti i presidentit Thaçi, i cili deshte t'i adhuronte thesarin e Kosovës Beogradit bashkë me kryeministrin Edi Rama, filloi një operacion i Beogradit për të përpjekur që ta shpartallonin edhe sabotonin një qeveri dhe leadership të ri që populli i Kosovës kishte vendosur ta votonte, siç është leadershipi i kryeministit Kurti dhe presidentes Osmani, të cilët donin që me vullnetin e tyre politik ta zbatonin ta ndërtonin dhe konsolidonin një shtet të Kosovës pa kontroll të Serbisë, i cili kontroll ishte instaluar për 20 vjet rresht nga ish komandantët e luftës regjimit të tyre 20 vjeçar pas luftës, që përveç që kishin ndihmuar instalimin e Serbisë në Kosovë, ata dhe kishin plaçkitur Kosovën vazhdimisht. Kështu Serbia, duke dështuar ta marrë vullnetshëm si dhurat thesarin e veriut të Kosovës, u përpoq që ta aneksonte atë në stilin rus të aneksimit të Krimes në shtator të vitit 2023, me që rast në vend që kryeministri Rama të dërkonte ushtrinë dhe policinë shqiptare të ndihmonte autoriteteve të Kosovës që të shpartallonin bandat kriminale dhe paraushtarake serbe që u përpoqën të aneksonin veriun e Kosovës, kryeministri Rama doli në mbështetje të Beogradit zyrtar duke kërkuar dhe propozuar një lloj konferencë ndërkombëtare të paqes ku Kosova do duhet ta njihte një realitet të ri që e priste Rama të realizojë dhe realitetin që e prisnin bashkë me Vučićin që Kosova të aneksohej nga veriu Kosova të aneksohej nga Beogradi, mirë po ajo fatmirësisht nuk ndodhi. Edhe pas asaj, Rama vazhdimisht ka qenë katalizatori kryesor i përpjekjes së prishjes së paqes në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur operacionet e Serbisë për ta destabilizuar Kosovën. Gjetjet tona të fundit hulumtuese të 1 dhjetorit gjithashtu shpjegojnë qartë që Shqipëria ka toleruar një operacion të Beogradit zyrtar për kontrabanduar armë nga Bosnia dhe Hercegovina nëpërmjet Malit të Zi dhe Shqipërisë në përpjekje për t'i
futur ato në Kosovë në mënyrë që Serbia të organizonte një kryengritje të armatosur kundër Prishtinës zyrtare në përpjekje të dytë, ndoshta për të aneksuar verinë e Kosovës në formë para-ushtarake, siç edhe dështuan në shtator të vitit 2023. U duk sikur gjithçka u zgjidh në fakt pas atij ngërçi shumë mujor për mos konstituimin e kuvendit, madje Kosova u morë edhe si shembull i mirë organizimit të zgjedhjeve, tani flitet për rinumërim të votave. Si e sheh këtë situatë? Kjo është një indikacion i qartë që dikush ka orkestruar diçka më herët dhe ndër aktorët e dyshuar për përfshirjen në këtë orkestrim është organizata kriminale SHIK, Shërbimi Informativ i Kosovës, i cili akuzohet dhe dyshohet edhe për vrasje politike gjatë mandatit të ish komandantëve të luftës të 20 vjeçarit të pas luftës së Kosovës. Dhe është marrë si ekzemplar rinumërimi i votave në Prizren, domethënë krejt kjo procedurë e rinumërimit përderisa në formën procedurale dhe teknike të saj, edhe në formën e legalitetit, pra lishshmërisë, është në rregull. Në fakt është situatë e orkestruar për ta krijuar një vonesë të mos konsolidimit të qeverisë dalur nga zgjedhjet e dhjetorit të vitit 2025, në mënyrë që më pastaj të pamundsohet edhe aprovimi i buxhetit të vitit 2026, me që rast mos konsolidimi një parlamenti dhe një qeverie do tjetë edhe pamundshme që të sillet edhe një emër për kandidaturën e presidentit e Republikës, pasi presidenti i Republikës s'ka dhënë afatit diku në mars-prill, dhe me të ardhur brenda këtyre datave të ardhshme ku nuk do të kemi qeveri dhe nuk do të kemi parlament, shteti i Republikës Kosovës është duke vazhduar të mbahet peng në një krizë edhe më të thelluar, ku tashmë zyrtarët e shërbimit civil të shtetit të Republikës Kosovës do duhet të punojnë pa paga, me që rast vendi do të dërgohet dhunshëm në zgjedhje të jashtëzakonshme përsëri në këtë vit. Ky është plani që duket jetë i partive të përbashkëta opozitare, të cilat kanë qenë në pushtet për 20 vjet rresht, dhe të cilët u dënuan me votën e popullit, u dënuan me votën e popullit edhe në vitin 2025 në shkurt, u dënuan me votën e popullit edhe në dhjetor të vitit 2025, mirë po këto parti opozitare duke qenë se kanë bashkëqeverisur me krimin, kanë bashkëqeverisur edhe me formën e grykës së pushkës, duke vrarë politikan, aktivist dhe gazetar, këta janë të interesuar që me çdo kusht ta përmbysin vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës që treguan me 28 dhjetor të vitit 2025 në mënyrë që pastaj të rikthehen me të vjetrën për ta plaçkitur shtetin dhe për të vazhduar fuqizimin edhe reinstalimin e pushtetit ekzekutiv të Beogradit në Prishtinë me arsyetimin atyre që dëgjoja ta parandalojmë një luftë. E qartë, Vudi, kam edhe një pyetje të fundit për sa i përket problemeve në Shqipëri dhe më konkretisht për çështjen që lidhet me infrastrukturën tonë sigurisë, konkretisht skandalin e Akshit. Besoj sigurisht e ke ndjekur edhe je në dieni. Si e keni parë këtë skandal? Sa ekspozon kjo qeverinë shqiptare, pasi është folur edhe për pezullimin e fondeve nga Bashkimi Evropian për sa i përket digitalizimit? Skandali i Akshit është një prej pikave të shumta që ne kemi parë se si qeverisë kryeministri Rama, pra qeverisë me shkopin e krimit, qeverisë me thelbin e krimit të organizuar. Ky rast nuk ka ndodhur në vakum, nuk ka ndodhur ditëve të fundit, ka ndodhur vite me radhë, derisa është zbuluar. Pra tani që është zbuluar, edhe pse kryeministri Rama është duke përpjekur ta distancojë veten e tij, kjo është prapë një fasadë e tij, një formë e tij batutnore e komunikimit me publikun, mirë pa ai nuk mund të ikë kësaj përgjegjësie. Tjetra, ne kemi parasysh që e kemi rastin edhe Belinda Ballukut, që po u kap Belinda Balluku nga autoritetet e drejtësisë, bashkë me Ballukun do të shkojë edhe Edi Rama. Kjo është arsyeja pse lufta e ashpër e Edi Ramës për ta shpëtuar Belinda Ballukun nga autoritetet e drejtësisë, sepse ai e din që po shkoj Balluku, do ta marr edhe këtë si lumë në vërshim me vete. E qartë. Vudi, faleminderit shumë që ishe në studi, është e kënaqësi. Lutem shumë, faleminderit për ftesën.